أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فتى الله رب المشرقين ورب المغربين Zoti I dy lindjeve dhe Zoti I dy perëndimeve. Zoti I dy lindjeve dhe Zoti I dy perëndimeve. Sa lindje janë? Sa perëndime janë? Ajeti pa thot dy, Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain. Zoti I dy lindjeve dhe Zot I dy perëndimeve. Zoti është krijues, është Zot pronar. Është Malik. Këtu përmend dy. Allah I madhruar, kur përmend lindjen e perëndimin e përmend edhe nga një. Rabbul Mashriqi wa Rabbul Maghrib. La ilaha illa hu. Zoti lindjes dhe Zoti perëndimit nuk ka tjetër postina. Në suratul Muzammil. Ndërsa suratul Ma'arij, fala uqsimu bi Rabbil Mashariqi wal Magharibi inna laqadirun. Betohu në Zotin e lindjeve dhe Zotin e perëndimeve. Andaj, nga doli lindje një, lindje dy dhe lindje shumë. Perëndim një në njëjs, perëndim në dysi dy perëndime, që është këtu në surat Ar-Rahman, dhe shumë perëndime, se që është në surat Al-Ma'arij. E si të bëhen bashkë këto? Lehet bëhen bashkë. Lehet bëhen bashkë. Këtu në surat Ar-Rahman, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini, Zoti dy lindjeve dhe Zoti dy perëndimeve, Zoti I lindjes së diellit në verë, dhe Zoti I lindjes së perëndimit në I lindjes së diellit në dimër. Dielli a lind gjithmonë në njëjtin vend me pyet dikush apo atë në bënë e pyetje vetvetes? A seni nal me pa diellin kur është në kup qiellit, në kup verës, mes verës. Se si shkon pej verit, në pikën e skajshme prej verit dhe quhet e veri lindje. Por me javë me muj, kur vje vjeshta, është se diell nuk po lind që atje, po shkon po lind ka. E që I bie shkon pikën e skajshme të lindjes, që quhet jug lindje tash, afrohet për jugut. Këtu ka për qëllim, shotip nuk e thirë dhe komentatorët e tjerë, Zoti I lindjes së diellit atje në verë, pikën e skajshme, dhe Zoti I lindjes së diellit ka në dimër, pikën e skajshme nga jugu. Po ashtu, tek perëndimi I diellit njëjtë. Njëherë perëndoni një skaj, e pastaj shkon skajën tjetër. Ndërsa Zoti I lindjes së perëndimit ka për qëllim lindja krejt, ku lind dielli, po edhe perëndimi, që ne në jetë e përditshme themi se është lindja një dhe perëndimi në njësi. Nuk themi shëms, po themi lindje, jam drejtu drejt lindjes, shko drejt lindjes, shko prej perëndimit, ka I bie nga perëndimi, ka e të shku drejt perëndimit. Zoti I lindjes së perëndimit. Ndërsa Rabbul Mashariq wal Magharib, Zoti I lindjeve shumës dhe I perëndimeve shumës,
është për qëllim prej pikës në skajt, kur është dita me e gjatë, deri në fund, ku dielli më nuk shkon me tutje, e që është ndimen, për çdo ditë Zotit. Dielli lind në një pozicion tjetër nga e që ka lindur dje. Për çdo ditë. Syri nuk e vren dallimin për çdo ditë. Nuk e vren. E vren me javë. E me muaj, por nuk e vren me ditë. Ama dielli asnjë ditë, 2 ditë nuk lind në njëjtin vend. Nuk lind. Për me shku ma gjerë, ma thellë, apo ma gjerë me folje që edhe koha shumë s'na premton, dielli ka 28 pozicione, sikur se hama. Në çdo pozicion, grumbull yjesh, qëndron nga 13 ditë. Por të në këto dhe qëto pozicione të lëviz për i tyne, ndryshon dhe klima. Ndryshon edhe zgjatja dhe shkurtimi ditës e natës. Dhe si rrjedhoj vinë edhe stinet. Zgjatja ditës, shkurtimi natës, apo të kundërtën, dhe vinë stinë, 4 stinë që kemi ne, edhe me ndryshimin e klimës. Nxehtë, shumë nxehtë, ma freskët, ftaft, shumë ftaft. Krejt këto e ka bëj madhe Zot, dhunti për njerëzimin, të baraka wa ta'ala për ata, po e thot ma shdim, fe bi eji ala, i rabbikuma të kadhiban. E për çfarë mirësit Zotit ju për i përgënjeshtrani, o, ju njerëz edhe ju gjin, kush i krijoi këtë diell? Kush urdhëroi këtë diell mi bë këtu lëvizje precize, nga të cilat ne i shijojmë të mirat të Zotit. Herna zotet dita, herna shkurtohet dita, herna nxehet klima, herna ftofet, her vije vjeshta, vije pronvera, vije dimni. Ta në këto janë madhështi se cilan vetë vetën e vetë, e që bëjnë jetën më të relaksuar, më të këndshme, më të lehtë, më interesante. Se sa po të ishte gjithë verë dhe dita gjithmonë, se ata që të në Ekuator, gjithmonë njëjtë, lodhen ata. Ata kanë marrën, sikur se ata që jetojnë ftoft atë gjithë, ata kanë marrën, por shumica e botës i përjetojnë të ndryshime klimatike, po edhe ndryshime të stinëve dhe kështu me radhë. Fe bi eji alaj rabbikuma tukadhiban. E çfarë dhuntisht madhe dhe Zot për i përgënjeshtrani ju. Pra, mos bëni njerëz mohues, rebelus, por bëhuni mirënjohës, falenderus ndaj të madhit Allah për të mirat e tij te bareke wa taala. Allahu në vazhdim sjell edhe një dhunti tjetër, po prap me 2. Dielli, toka, qielli, pastaj e solli, njeriun, Ademin dhe Iblisin, lindjen e perëndimin. Në vazhdim thot Allahu, marjal bahrejni yaltaqiyani, bejnahuma barzakhun la yabghiyani. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. أي إليي ظلي اشتيو يبر të bashkohen 2 dete, apo të takohen 2 dete. 2, edhe këtë cek 2 dete. Bejnahuma dhe mes tyre 2 deteve, barzakhun e vëri një perde,
një pengesë, la yabghiyan, ku asnjë ajo pengesë e ndalën njërin ujë të detit me dominu mbi tjetrin, mja mund atina. As atë se lën këte këndej, as këte andej. Shumica absolute ulemave kanë thonë se qëllimi me dy dete është deti i njelbët, që është i njohur, dhe lumi, apo lumenjet, e që është uji i ëmbël. Pra, Allah i madhruar i bëri që pas tirash të takohen me zveti, e që ne në gjuhën e përdeqmenie e njohëm se derdhi i lumejve në det. Uji i ëmbël i lumenjeve derdhet në det. Shumica kanë thonë kështu. Dhe me shikue, edhe nga kuptimi a jetëve koranore, po edhe nga e që ka thëtë shkenca në kohë të sodit, e kohë të sodit, nejse, në gjysmën e parë të shekullit 20, vitet e 40-50, heq më heret, jo. Është vërtetuar se uje, janë 3 lloje ujrash. Ujrat të njelta tamam, që në ujrat e detave të qaneve krejt, ujrat e ëmbla, që janë të lumenjeve, të liqenjeve, të prockave, të borimeve, ujra nëntoksore të tjerë. Dhe ujrat të cilat bashkohen me zveti këto të ëmblat me të njeltat, e që kanë specifikat të veçanta. As nuk janë të ëmbla krejt të ëmbla, dhe as nuk janë të njelta krejt të njelta. Tha ndryshe, se mbas këti kuptimi, këti mendimi, kuptimi i bie se Allahu i madhruar, kur i ka bërë lumenje të derdhen deti, nuk e ka lënë detin me ardhë në lumë. E që zakonisht, lumenje që në pak më të ngritor sa sa niveli detit. Për atë edhe ujë të rrjedh drejt detit. Po uji i cili derdhet në deti, është një pjesë e veçantë e ujit aty, një hapësirë e veçantë, që është lloji i tretë, i përzirës së ujrave të ëmbla dhe të njelpta, ku uji i ëmbël të fut brenda ujit të njelp, të i marrë specifikat e ujit të njelp pa dëmtuate. Po edhe uji i njelp nuk arrin me depërtu të lumi dhe me na bë lumin komplet të njelp, sepse i humb efekti lumit të njelpit. Tani mo është i kotaj. Nga se nuk mund të apim, nuk mund të ujitim tokat me të, nuk përdoret për pije për hayvan as për insan. La ilaha illallah, detet e veçanta. Ndërsa lumin i ka bërë Allahu mes fshatrave, mes qyteteve, mes kodrave, mes tokës pjellore, forma të ndryshme. Gjatë. Në mënyrë që më dhanë hapësirë mundësi njerëzve me pas bërim jetë, ujën, dhe më avletësu aty në jetën. Pra, Allahu i madhruar ka bërë një perde, bejnuhuma barzakhun. Barzakh është jeta në varreza. Barzakh është një perde. Barzakh është pengesë. Barzakh. Pra, ka bërë një pengesë, e ka bërë një perde, një pengesë, mes tyre dy ujrave, që kjo nuk jam mund ati ujë dhe aju nuk jam mund këtina. Dhe kjo është mrekulli në vete, mrekulli shkencore në vete, që Allahu në ka cekur dhe kështu ka dha mendimin krejt ulemat. Dhe nëse është kështu, atëherë kjo është ngjajshëm me ajetin e surës Al-Furqan, wa huwa alladhi maraja al-bahrayn, hadha 'adbun faratun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ai la të lirë të bashkohen dy dete. Ku njëri është i pishëm në këllapa i ëmbël, e që është lumi, është më i shishëm, ndërsa tjetri është i njelp, e që është deti, duke ngritur një pengesë kufiri mes tyre, i cili ndërprej këta nuk e le njëri me 2 minute tjetëri, as tjetëri me 2 minute kë. Në surët Al-Furqan, e që atje kemi cekur më në detaje,
edhe rreth këtij kuptimi dhe çfarë kanë thënë ulema. Por e përsëritëm pika të shkurtra. Kuptimi tjetër i këtyne dy deteve, sepse në gjuhën arabe, harrova me thonë, edhe lumit i thuhet deti. Edhe lumit i thuhet deti në gjuhën arabe. Fjalorin gjuhës arabe, me thonë, fjallën bahar për lumë në regullar. Në regull jeti. Kuptimi i dytë, për i pak ulemave, për i ty në Hasan Basriju, thëtë se qëllimi është me dy dete tamam. Dhe Allahu bëri që dy dete, kur takohen mes vete, e bëri një perë dhe një pengesë, e cila i ndalon detet me gëlltit, me përfshim, me mund, njëra tjetrën. E pastaj kanë diskutuar cilat dete mund t'jenë ato. A është deti mes dhe që kanë thonë Bahrur Rum, deti Romakëve. Kështu është quajtur Bahrur Rum, deti Romakëve. A është deti mes dhe deti Atlantik, të cilët takohen tek gryka e Gjebeltarit. Apo është deti Kuq, sepse Arabë, ajete për zbresën Arabëve, dhe Arabët e din mirë që deti Kuq, po dhe deti Arabik. Deti Kuq dhe deti Arab, në njofshë gjeografin, takohen tek ngushtica e Mendebit. Ngushtica e Mendebit është në fund të detit të Kuq, ku është pika më afërt mes Jemenit dhe mes bririt afrikan atje, Somalisë e Gjibutit e tjerë. Quhet gryka e Mendebit. Aty fillon pastaj deti Arab. Këndej, nga veri, nga perëndimi këndej, është deti i Kuq. Ibn Ashur, thotun mendej se është për qëllim deti, bashkimi i detit të Kuq dhe detit Arab. Së do që tjetë, pavarësisht se cilët deten për qëllim, ajo çka është e vërtet, dhe nuk ka si dyshimte, se i madhi Allah te bareke ve teala, ashtu siç i ka vërë pengesë mes lumenjeve dhe deteve kur takohen, në mënyrë që mos ta mundën njëra tjetrën, po ashtu i madhi Allah ka vërë pengesë nga uji. Nuk ka pengesë perde nga material tjetër, është pengesë nga uji, që nuk vrehet me sy. Nuk vrehet me sy ajo. Njerëzit lahen atë për çdo ditë, apo peshkatarë nxojnë peshë për çdo ditë, por nuk e vrejnë. Ama është pengesë, një pengesë që ekziston dhe si rrjedhoj edhe ndahen detet mes veti. Për ndryshe do të kishin qenë detet krejt një det, te emra gjitha që shdush. I forti kish mujt atë që është më i lehtë, i fortë në atë kuptim që ka rrymat më të forta, ka era më shumë, ka dëmsi më shumë, ka kryp më shumë, e kështu me radhë. Por nuk ndodh kjo. Prej që ka kriju Allah i madhruar, këtë dynja, deti mes dhe maseve që cekum, dallon pe detit Oqeanit Atlantik. Dallon. Kur Oqeani Atlantik nuk arriti me mujt detin mes dhe, pra specifika që i ka Oqeani Atlantik, mja imponue detit mes dhe, krypen e dëndësin e madje dhe gjallës dhe peshqit, të cilat jetojnë në detin mes dhe nuk mund të jetojnë në Oqeanin Atlantik dhe kundërta. Edhe kjo është e vërtetuar edhe shkencëtarisht. Se detet mes veti kanë një perde. Për çuditëri për ta, jo për neve. Për neve është normal kjo punë, sepse Allah ka krijuar. Allahu ka dashur që detet me qenë ndryshe, te bareke ve teala dhe u kujton në robëve të tij këto. Për ata o thot, fe bi eja la i rabbikuma tukadhiban. E për çfarë mirësit Zotit ju përgënjeshtroni? A nuk e shihni çka krijoi Zoti për ju? A nuk janë këto fakte dhe argumente për madhështinë e tina, për urtësinë e tij, për dijen e tina,
për rahmetin e tij ndaj juve, o ju njerëz. La ilaha illallah. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Edhe me tej Allahu na flet për det, por na tregon disa të mira të cilat nxirren nga deti. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Prej tyre nxirren margaritar dhe diamant. E disa kanë përkthyje, kanë thonë korale, mërgjan. Lu'lu'u wal marjan, ulemat kanë thonë nga ana gjuhësore njëherë, kanë thonë disa mendime, se çka janë për qëllim. A janë ngurtë diamanti, apo gurë të çmueshëm, të cilët margaritar të ndryshëm, apo këta më të vogël, ta më të mëdha, disa versione kur të biju thotë krejt këtu nuk prish punë. Krejt këtu nuk prish punë. Edhe çashtu është. E rëndësishme është që i madhi Allah do m'ja kujtue njerëzve se përpas këtyre detrave që janë madhështin vetë vetën e vetë. Çfarë krijesë e madhe ky det. La ilaha illallah. Çfarë shpejtësie vina të val, me çfarë fuqie vina të val, dhe nuk arrin prap detin tjetër me ndryshu, s'kan çare pa kthyn kitan. Subhanal Khaliq, i lartësuar është Allahu. Por përpas kësajna, po cek Allahu se edhe pej tyne dalin margaritar, diamant, gurë të çmuar, të cilët bojnë shumë pare, përdoren për stoli, dhe njerëzit përfitojnë për tyne shumë. Çfarë mundi dohet të njerëzve përpos me nxirrë ata gurë margaritar? Asgjë më shumë, si punën e peshqve. Çfarë mundi dohet insani pas me lëshu rrjetën dhe bismillah me i ka peshqit. Pra del për tyne, tash për tyne margaritarët, diamant nuk del për lumit. Këtu ose është për qëllim tamam 2 dete, që cek më herët, ose nëse është për qëllim 1 det, ka për qëllim që 2 detet, uji lumit dhe kë bëhen sebeb, sepse dhe lumit dirët det, bëhen sebeb e krijohen pastaj margaritar. Dhe gurë të tjerë të çmueshëm, të cilët përdoren si stoli. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, ndaj për çfarë dhuntisha ju njerëz, për gënjeshtrën jo, pra prapë Allah i madhruar e përsëritet që kemi cek, e përsërit në këtë sure 31 herë, mas çdo dhuntie begatie, e cek i ta jetë. Prapë cek një dhunti, prapë cek i ta jetë. Dhe tash e cek një dhunti tjetër, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Dhe ju në këtë det të madh. E sheh një anije të mëdha, po bukfalisht, وَلَهُ الْجَوَارِ ati i përkasën. Ja atribuhet të madhit Allah. Anijet që lëndrojnë në det dhe që duken si kodra. Pra jo njerëz, po e shehni. Uji nuk është i fortë si guri, nuk është i fortë si toka, nuk është substancë ngurt, uji është substancë butë. Po, shkel me kam qëra për të manë. E që është ty nuk të manë, e anijen gjigante, me mira njerëz e manë, me mira tonelata mallë e manë, kush e bëri këtë? La ilaha illallah, a nuk e prejkë insani kokën e vetë. Për ata Allah i madhruar, prej fillimit surës Bekare, sa herë, u acek njerëzve detin, u acek njerëzve anijet,
Ma cek njerëzve këtë lehtësimet më dha, këtë mundësi që ja ka dhënë Allahu, i ka kriju për njerëz për me mbjetu ata lehtë dhe sa më mirë. E çfarë mundi bojnë ata kur hypin anijën deti, edhe i çojnë velat lartë. E Allah po duken si kodra. Me këshirë peslate si kodrat që në tokë, ato duken në deti. Deti rrafsh ato të nalta. Sa me madha anija, velat më të mëdha. E pastaj Allah e qënë erën. Edhe kapiteni atje din që shmi vendos ato velat që janë për aje, për erë, dhe në bazë tyne e shkon ku të dënë. Kjo është mundi tina. Me mija mile, a i lëndron në përbet. Sans harxha. Pa para bandetja të. Dhe këtë madhen të rektin që e njerëzit. La ilaha illallah. Pra në kënalit insanin me kujtu këtë të mira, pra të Allahun fund, prapë thët, fe bi eji alai rabbikuma tukadhiban, e që për qëfar të mira që jo përgënjeshtrani, o ju njerëz dhe o ju gjinë. A nuk do të më ndalë të këto ajete, e me meditu, e hakun me pranu, e Allahun me madhru të bareke vë ta'ala. Elhamdulillah që Allah në ka bërë për rëbëve ti në falinderus. Allahun në shtoft imanën, në forcohë zemrat tona dhe në shtoft falenderimin e minjuhën dhe të madhët Allah. Ja Rabbel Alamin, Allah në bëfti e toj me Koran, e të vdesim me këtë Koran, e të njallëm me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu e din më së miri dhe deri javë në arshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.